Miq Prizmus, një nga ato ngjarjet interesante dhe sigurisht lajmi i mirë është dalja dhe shpallja në konferencë për shtyp ose nuk e di nëpërmjet rrjeteve sociale të rektorit të Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër, zotit Tonin Gjuraj, për mbi ndalimin e shfrytëzimit për fushat elektorale në biseda si me pedagogët dhe studentë të aulave në Universitetin e Shkodrës. Sigurisht që rektori Gjuraj mund të merret, nuk i ndalohet kërkush marrja me politikë, por mbas orarit të studimeve dhe punës në Universitetin Luiz Gurakuqi dhe njëkohësisht mos shfrytëzimin e këtyre aulave, këtyre sektorëve infrastrukturor, me fjalë të Universitetit të Shkodrës, në momentet të cilët sigurisht ata veprojnë për akademizmin, për shkollimin. Ky ishte një nga vendimet e qarta, mund të them të guximshme se nuk është përdorur asnjëherë, nuk është thënë asnjëherë, por të domosdoshme për të larguar Universitetin e Shkodrës nga një çerdhe dhe një vend propagande që i ngjason sigurisht propagandës të Partisë Punës dikurshme. Ka 30 e sa vite që Universiteti i Shkodrës vepron në këtë lloj mënyre, në këtë lloj deregjeje, thonë, nga jugu, që sigurisht vijnë prelat, partjak, mblidhen edhe në orar të mësimit edhe njëkohësisht mbledhin pedagog, mbushin në një aul me student dhe vazhdojnë predikimin për X parti dhe për parti tjera. Sidomos njëra parti këtu i ka shfrytzuar duke nxjerr kryebashkiak, duke nxjerr deputet, duke mbledhur aula, duke i vënë dispozicion të gjitha ato mundësi që i jep rektorati dhe universiteti për t'i shfrytzuar politikisht. Është mësuar t'i bëj për 34 vite, 35 vite rresht. Po kësaj radhe, si duket, rektori Gjuraj ka vendosur mos jo t'i lejoj to, po mos të tejkaloj ose të mos zbatoj atë që është ligj themelor në arsimin e lartë. Ai nuk duhet të jetë në shërbim të propagandës politike. Sigurisht që studentët dhe pedagogët kanë drejtën e tyre që mbas punës merren me politikë sa të duan, por kurrën e kurrës të shfrytëzojnë asetet universitare, të shfrytëzojnë aulat, të shfrytëzojnë mundësinë, sepse di çfarë ka ndodhur dikur, një pedagog që donte të kandidonte ose një pedagog tjetër ose vllai pedagogët edhe shumë të tjerë mblidhin studentët do të votonin për ne. E sidomos propaganda e shëmtuar, krijimi i organizatave nga më të ndryshme që vepronin gjatë orarit të studimeve, gjatë orarit akademik. Kthimi i universitetit në një fole çerdhe politikës është një nga dëmtimet ose deviacionet e shëmtuara të një filozofie e cila nuk ndahet dot nga e kaluara jon. Ashtu i kemi pasur, me pararoj i kemi pasur dikur, ashtu i quante partia, i shfrytëzonte dhe normalisht e kthente shkollën, universitetin në një besim ideologjik të asaj partie që ishte. Ajo pastaj u zëvendësua në pluralizëm me disa tjera dhe sigurisht ozanatin bënin, duke transfiguruar arsimin, duke transfiguruar mundësitë që jepte pluralizmi dhe duke i çuar në imitim të kaluarës. Në këtë rast i duhet thënë rektorit Gjuraj dhe njëkohësisht vendimit të tij një ju lumt. Politika, fushat elektorale duhet të dalin jashtë aulave të universitetit. Propaganda në orarin e edukimit, në orarin e mësimit duhet të jetë jashtë. Dhe njëkohësisht shfrytëzimi i universitetit politikisht duhet të ndalohet menjëherë. Të gjithë kanë të drejtë të merren me politikë, po jo të shfrytëzojnë atë që është një diçka e përkohur në aspektin edukativ, ideologjikisht dhe njëkohësisht jo vetëm në thyerje të ligjeve, në thyerje të besimit, por njëkohësisht në thyerje të raportit që ka politika me edukimin. Dakord, miqtë e mi? Tjetra që desha të diskutoj është përfitimi i jashtëzakonshëm që ka Sali Berisha dhe Partia Demokratike nga
lobusi i jashtëzakonshëm, la civita. Edhe kush është ky përfitim? Dhe sa mund të jetë ky përfitim? Po mundohem ta sqaroj. Përfitimi i tij jo vetëm që është zero, por kam përshtypje që Partia Demokratike është dëmtuar shumë më tepër nga Jenisheri dhe nga Dashu, domethënë nga Sela dhe nga Dashi, se sa mund të përfitoj nga La Civita e kam biseduar dhe një herë tjetër me atë xhaketën blu që nuk e ndron. Sepse La Civita nuk shton një vot as Sali Berishës as partisë tij. Nuk mund t'i shtojë sepse as kërkush nuk beson më te një model grotesk se mund t'i bindet në formën e bërjes fushatës elektorale Sali Berisha La Civitës. Dhe e kuptojnë të gjithë se s'ka asnjë lloj strategjie këtu, nuk ka një letër të përgatitur se si mund ta drejtojë La Civita Sali Berishën. Se mund t'i bindet një komunist i 1968-s, atij që ka lindur në 67-ën, në konceptin politik në Shqipëri. La Civita jo vetëm që nuk e njeh Shqipërinë, por La Civita nuk njeh Sali Berishën. Dhe këtë nuk e diskutoj në mënyrë absolute unë që Sali Berisha është një njeri shumë herë më i zoti për këtë rajon, për këtë vend, për këtë Shqipërinë tonë, se sa La Civita që nuk di asgjë. Në këtë pikë, Dashi me Selën i kanë shkaktuar dëme shumë më të mëdha se La Civita nëse vjen, ose do t'i sjellë. Dëmi që i ka shkaktuar Dashi dhe Sela është shumë herë më i madh se sa e mira që i sjell La Civita Sali Berishës. Dhe ja po shpjegoj. Sela makare, Sela mia e Jenisheri, kam fjalën, i heq votën e vet. S'ka për ta votuar. Dashi mund t'i ketë hequr disa mijëra vota. Çfarë i sjell La Civita? Cilat vota sjell La Civita? Formën që do bëjë fushat elektorale, lobingun, ku, në cilin vend. Në cilin lobing edhe në cilë formë fushat elektorale mund të mësoj, se këtu është historia. Mund të mësoj Sali Berishën, komunistin e 1968-s, një njeri i cili sigurisht nuk di asgjë për komunistat këtu. E si kupton, nuk di gjën kryesore që s'ka kala që marrin komunistat. Këtë gjë nuk e di La Civita, s'ka për ta mësuar kurrë në jetën e tij dhe nuk ka për të kapur kurrë me të. E para punës se është kulturalisht më dobët se Sali Berisha, ka lexuar më pak se Sali Berisha, ka bërë fushata elektorale shumë më pak se Sali Berisha, është pjesë e politikës shumë herë më pak se sa Sali Berisha. Dhe nuk është pjesë e sekretarëve të partisë të asaj kohe, nuk di se kush është Enver Hoxha, nuk di se kush është forma e organizimit të këtij vend. Dashka të mësoj edhe se Sali Berishën, një njeri grotesk që nuk ndron xhaketën. Asgjë s'kanë përfituar, i duhet vetëm se duhet një prej Ameriket. Edhe kanë gjetur njeriu më grotesk ta sjellin për të mbushur mendjen njerëzve këtu që të votojnë Sali Berishën. Është një turp i jashtëzakonshëm, por Sali Berisha e di. Për mua ka bërë gabim të madh. Nuk mund ta uli veten për t'i dhënë mend një si puna e tij. Ja, për mua është turp, ka bërë një marrëzi, si shumë marrëzi tjera, po edhe këtë ka bërë në mënyrë perfekte. Dakord, miqtë e mi?